mëngjesi, mirë mëngjesi gjithë shikuesve të emisionit Vikend në këto emocionet e kuqeze. Sot ju themi mirë mëngjesi dhe ju falenderojmë shumë që jeni bashkë me ne, si gjithmonë edhe këtë të shtunë të 11 Tetorit. Mirë mëngjesi edhe nga unë, e fillun kështu me pak dinamik, me atmosferë, unë mbusha pak frymë se kështu e shi unë maksimum kongën, unë jam kuqezit Elvana Gjatës dhe Florit. Bardh, sot e kemi një lojë goxha të rëndësishme dhe kjo na jep një farë ndjesie prej ma mërë me pej djeshit. Edhe kem atë farë euforin që me festu me këtë kongë, me u përmend veç që kjo pjesa futbollit, edhe ajo ngjarja që ka ndodhur para 11 vitesh. Pikrisht. Janë këto emocione që sot nga mëngjesi deri në mbrëmje, pasi të përfundoj loja Serbi-Shqipëri që na përcjellin vazhdimisht, do jemi bashkë me to, do t'jemi në rënqethje, do t'jemi në emocione, mbase edhe në lot, kur nuk i dihet. Sot, që shpo mundri me e brejti dhe ju, një lindriti pak kemi mundu me u kombinu me kuqezisin gjyrat e flamujt, me qenë se si që dini dhe ju, sonte në ora 24:05 është ndeshja mes Serbisë dhe Shqipërisë. Çka pritet sonte? Gjithçka. Unë shpresoj që kombëtarja shqiptare sot na knaqë zemrën edhe të festojmë bashkë ashtu qysh veç na dim, edhe mos na shkoj hoq krejt kjo euforia, e di që do shta kanë me pas pak vështirë, ka pjesa emocionale, po skuadra e Shqipërisë, shqyqysh Zotit, e ka kalu këtë pjesën emocionale edhe janë në fazën profesionale. Profesionale, janë totalisht profesionist, kështu që unë shpresoj një fitore bindëse. Ti sa përmendon që ka me konë rezultati, Bardha? Nuk kom qef me parashiku, se di që nuk ja dalë, po ne sot lindrit nuk kemi si ta humbasim këtë ngjarje historike, do ta quaja unë, prandaj pjesën e parë të emisionit të kemi dedikuar pikërisht tërësisht për këtë ngjarje historike, loja Serbi-Shqipëri. Kemi kënaqësi dhe nderin që ta kemi një panel me mysafir shumë të veçantë, profesionist, fushës, pak nga historia, pak nga sporti, shumë çka tjetër. E pa unë bërë shumë kohë, e mirëpresim Milaim Zekën, Arlin Sadikun, Genta Canin dhe Adea Grejsden. Mirë mëngjesi, mirë se keni orë që gjithë është knaqësim një pas në studio. Mëngjes. Mëngjes. Na lot pak fjellë si, okej. Urna? Jo krejta se ati në mirë se keni orë dhe euforike na endë në gjumë diçka, mirë mëngjes. Kjo gëzu shumë që jam më mësafir se pa melë të gjumë futbol së mërë vesht. Ta zgjon Mila. Neve të kartit të ve, janë dy ma shumë që dim për futbol, one për shambull, ma pak kështu e kom përsil. Për shambull, dje jam kontër Hungër dark, kur edhe ka përfundu loja Kosova me Sloveninë, kur kom dali pash veturat, ki qëtësi, kërkosh nuk festoj kje, kështë që e dita dhe. Unë e marrë vesh futbol, sa i smajl ka dare janë synë e ti. E të ke shumë mirë ma herët një gotë të ven, librin edhe ndeshjen për para. Lexaj, po. Do me thonë gjithë në një, ani super. Prom me të vërtet, nështë e duket pak habi, po kur kam emocione, komtarën tonë e kum shiku në total 7-8 minuta. Pse? Pse e kam prit me të vërtet me fitu në radhë, por gjitha ta shikus me ushit rekord, biletat, gjitha i entuziazm. Unë nuk besoj që Evropa ka publik si kur publiku shqiptar. Do më thonë, si në Shqipëri, si në Kosovë, unë mendoj që defekti maj madh i lojtarëve tonë është se nuk din me lu në ekip, do më thonë, gjdo njoni dënë me tregu vetën para publikut shqiptar,
ti shef të njëjtit futbolista, për shembull, kur luajnë për ekipet e huja, nështë e ka 100% me bo gol, po ja gjumë tjetrit që është 105%, kur vinë Prishtinën në Tiranë. Individualistët, Po, nuk kur vinë Prishtinën në Tiranë, vrapojnë si me këtë bombë synet. Strategji. Arlen, dje ishte loja Kosovë-Sloveni, ku përfundoj me barazim edhe Kosova mbeti e dyta në listë. Qyshe për ti krejt lojen e Kosovës? Neve na kushtoj ai entuziazmi i madh që poshtëm Suedin në ndeshjen e kaluar dhe këtu pritëm që Sloveni do ta shkatrojmë. Edhe u pa që çaj sistemi që e përdori trajneri Franco Foda në ndeshjen e kaluar nuk funksionoi kundër Slovenisë. Luajtëm me 5-3-2. Edhe mirë që nuk poshtëm, sepse Slovenia ka pas një 3-4 raste në pjesën e dytë me Sheshkën që ka mujt me na poshtë shumë lehtë. Kështu që me që sfituam, mirë që s'humbëm. Mirë që doli barazim. Kenta e Don Zhegrova nuk luajti. Mirë po, Juventusi... Don Zhegrova janë të elon ende në pushem, se ka nevoj për me pushu, po gjithsesi minutat e fundit e pam që u pot... minutat e fundit? Jo, e pas ka lose. Ka flet, ka fundit. Entuziazmi zet me shqipinë. Jo, mirë po, esenca është që krejt kam pri që e Don Zhegrova ka me lu prej fillimit, edhe Realisht nuk është urim gati. edhe nga Juventusi. Gjuhën Shqipe, ma dje. Gjuhën Shqipe e Don Zhegrovës. A ka meritu që e doni me kom prej fillimit? E doni gjithmonë meriton me qenë që nga fillimi i ndeshjes, që është në minutat e para, po tu e marrë parasysh edhe këto injury që ka pas, me thonë, lëndimet, edhe formën jo të mirë, ndoshta 100% me tregu në fushë gjelbërt, atëherë pa dyshim që edhe trajneri Foda ka pas dëshirë që ta kursej realisht. Në minutat e fundit e pam që pësoj një lëndim se di a e keni po ju? Jo, ishte lëndim do shta... Gjuat jem kamd. Që sa mirë. Te këmba këto që hina i lojtari tjetër. Kure ka fut Zhegrovën e kam Mire, pas ka shikua, pëse? Qato minuta. Po, vërtet. 6 minutat e fundit. Se qita rezultatit 0-0, tha pojnë Zhegrova, tha shajt të shajt. Okej, do me thonë të boni përshtypje edhe e pa edhe vetë. Autobus që ta arrestojmë në shkun stadion? Po bre, ja, kum pos kriministrin aty. Në përshe, është i paprek shumë lindë, me mëngjes, të lutna. E nguca pa kur erdhëm. Tash po tut na mos po na arrestojnë që ta si Ka së ndohë. Live, në emision, apo dojnë kime do me thonë rrëshpë të ne. Fort baksëz jam. Po se ojme dhe na. Na Lindi, me që nuk fituam, mirë që doli barazim, e nisëm këtë diskutim për lojen e Kosovës, por para se të vazhdojmë atë që sot jemi mbledhë Serbi-Shqipëri, juftoj që ta ndjekum një kronik në fakt që e kemi përgatit për historisë Serbi-Shqipëri nga vite 2014, 14 tetor i 2014, prandaj fillimisht e shikojmë kronikin, pastaj kthehemi për të diskutuar se çfarë pritet sonte në këtë ndeshje. Është kjo fjalia që u tha nga komentatori Dritan Shako Hoxha e që e on edhe 3 ditë pa mbushur fiks 18 vjet pas. Ishte 14 tetor 2014, kur futbolli ndaloi frymën dhe historia u shrua në qiellin e Beogradit. Në stadiumin e Partizanit, ku mungonin tifozët shqiptarë, tensioni politik dhe sportiv shpërtheu në spektaklin më të papritur të shekullit. Kjo ishte ndeshja e parë zyrtare kur Shqipëria luante në Beograd, që prej vitit 1967. Emocion, brohoritje, ethe, e mbi të gjitha tension. Ndjenja këto që u përjetuan brenda stadiumi me dimensione 105 metra gjatësi dhe 68 metra gjerësi. Hapësirë kjo që duke se u ngushtua nga zhvillimet që ndodhen për më pak minuta se koha rregullt e pjesës së parë. Ishte pikrisht kjo koha ku mes qiellit të kaltërt e fushës së Blert valvitej droni me flamurin e Shqipërisë etnike, me figurat e Ismail Qemalit dhe Isa Boletinit. Me mbishkrimin Autoktonus, i ngritur nga Ismail Morina, i njohur me nofkën ballisti. Në atë moment, loja u kthyer në betejë. Futbollistët serb tentuan ta rrëzonin flamurin, sakas shqiptarët luftuan për të sjellë Shqiponjën në folej. Mbrojtësi serb Stefan Mitrović rrëmbet flamurin.
Në këtë moment fillon përplasja me lojtar shqiptar, ku Bekim Balaj përpiqet ta marrë atë. Konflikti eskalon. Zëvendësues, trajner, stafi hyn në fushë. Për 41 minuta, fjala betejë ishte vetëm virtuale, por në këto momente kishte kuptim edhe fizikisht. Pas një ndërprerje rreth 30 deri 40 minutash, gjyqtari Martin Atkinson e ndalon përfundimisht ndeshjen me rezultat 0-0, për të vazhduar më pas me një vendim nga UEFA, me rezultat 3-0 në favor të Nikoqirëve. Një vit pas, më 10 korrik 2015, sërish gjërat ndryshuan. Gjykata e arbitrazhit sportiv vendosi që pikët i shkojnë Shqipëri, duke lënë Serbinë të fundit në listë me -2 pikë. Historia duke që po rikthej, por tani në trojë shqiptare. Pas fiks 10 vitesh, 7 muaj e 24 ditë, me masa strikte, rigoroze, me mungesë të pjesëmarrjes së tifozëve kuqezi brenda stadiumit, arena kombëtare po ashtu të njëjtin fat patën edhe tifozët nga skuadra kundërshtare. Ndeshja vet përfundoi 0-0 pa gola, por me tension të pashlyeshëm në pasim e çdo duel. Edhe pse rezultati nuk pati fitues, barazimi nuk ishte humbje, ishte mesazh. Kishte një klim respekt, por edhe vigjilent që çdo gjë të rrjete pa incidente. Kjo ndeshje u regjistrua si takimi më i fundit midis Shqipërisë dhe Serbisë deri tani. Një ndeshje që theksoi rivaliteti nuk varet vetëm nga goli, por nga historia që përcjell çdo minutë. Sonte, koha do të ndalet sërish për 90 minuta. Në Gradski stadion Duboqica të Leskovcit, 2 kombëtare do të përballen. Nuk dihet çfarë do të sjellë rezultati, por dihet një gjë. Çdo frymarrje do të mbaj peshën atij flamuri që dikur valviti mes Beogradit dhe bëri botën të ndaloj për një çast, sepse si sta Dritan Shako Hoxha atë natë që përjetuam me lot krenarie. Ai ishte flamuri më i bukur në botë Albani, flamuri më i bukur në botë. U rikthym sërish në studio pas kësaj kronike të ndjekur. Po e nisim të diskutojmë. Fillimisht po të përgëzoj se ishte super story. Faleminderit shumë. Faleminderit Genta. Jo, në pauzë po fal shumë me Gentën, tash kumni që e do me burë. Qyre ku e kthe? Gjysë pe kthej, po në me u bona marak, që kjo më tha jo ndo Genta, po kjo kishtë thonë që burrit ka shku me kondishtë në futbollit, ha? Jo, bre se s'ka shku kërkon heq. Qatë është? Jo, s'kon thonë, a e ndo Genta, jo, Jo, bre lartë qoftë, jo. O do në shumë vajzë mirë me japë kësi komente. Ja, deja vajzë mirë e vërtet, nuk është kështu që është edhe unë jam do se jam e u shku në Shqipëni sot. Jo, unë e kom Kosovë. Ka që mos në anguz vajzë, se shumë të mira i kemi. Ose e këthejmë terma sportiv, këthejmë e u transferu. Apo, na ndrenit stojnë na oasish. Oasish u shku. Na themi u huazu. Uazu. Uazem. E kurse i fjallorin. Ai njëmë tash se është me nxesa, di pse po më vje mirë, se përkalojmë shumë si në familje pak me Homar. Kur erdha këtu të eroja, a eroja i shkoj Laushes. Do me thonë, tha nep të kam, a i Laushes ja, po. Kur jem ko fëmija, lënë 5 vjeç, doja bek, e ka pas vro një lepre, e unë të e vajtu pse ke vro lepre, nësë ke vro daj në gjofë, dhe doja e këm posë ma të madhe. Thash ju të Laushës gjysën, thash ma mirë mjë vro juve se lepre. E tani a i filloj me qeshe, me humor je morë pej dere që më ka bon doja kështu. Me humor po e vazhdojmë edhe këto. Po kthehemi pak. Kena me fitu sonte. Me kismet, me që të optimizëm e kena njësë, inshallah, edhe deri në fund që të shkanë. Absolut. Gjatë kthehemi pak të 14 tetori 2014-ës. Në Beograd, në Partizan, në minutën e 42, valviti një dron me flamurin e Shqipërisë. Shqipërisë etnike me 2 figurat, Ismail Qemali dhe Isa Boletini. Kthehemi pak 11 vite pas, 30 pa mbushur fiks 11 vite. Si gjetja i moment ty? E kujton atë moment? E ke parë ndeshjen? A e ke këshur këtë ndeshje? Po, jena kote Mariguna. Kemi kënë shumë, më kujtohet ai rast, kena kënë shumë njerëz, u kodera Musharadini atë natë, Anita, plot njerëz, edhe di që kanë zirë shumë gazetat, vojza ime ka qenë 5 vjeç ty qajt. Nënë e ka përjetu shumë ranë. Shiko, flamuri jonë e ka provoku
tifozin serb edhe ka qitë në shesh që serbt që 120 vjetë ushqejen prej kishës ortodokse serbe me nacionalizëm, me urrejtje anti-shqiptare. Kur nuk e besoj, as nuk do të dëshiroja me po as një pjestar të kombit tim që do të trajton të flamurin serb në formën qysh lojtarët edhe tifozët serb e kanë trajtu simbolin e shqiptarëve. Pse? Se shkurt jem racional, veç po e thamë për teleshikust edhe për miqët e mi në studio, futunin Google mbasi të kalon emisioni, vampiri i parë në historinë e njerëzimit është serb. Është zbulu në një fshat afër Novi Sadit, vampiri i parë. Do me thonë, fjala sok, që na thujmë shpesh për fotin e keq apim sok, është fjallë slave që do me thonë apim gjak. Dhe këta e tregun vampirizmin e vetë, tifozët në Beograd që ushqej një urrejtje tjashtë ndaj shqiptarëve. Do të dëshiroja shumë me e citu Ismail Kadaren, i cili e ka shkru librin Eskili kë humsi madh për grekt, edhe thot, a ma bjen zotin e dit me shkru një roman pozitiv për serb. Në më thonë serb, akoma sot e kësoj dite edhe futbolin, edhe muziken, e shfrytëzojnë për me të regun djenjat e urrejtjes ndaj neve. E përmende që... Kur ma gjatë shkumë. Jo. Edhe pa të ndërprej askush. Shumë rrjath shumë. E përmende që lojën e ke shiku të Ramosh Haradinaj me bashkë... Jo, të Marigona, në Marigona kemi, një restoran. Okej. Qyshu ka në atmosfera, qyshu ka përjetu edhe Ramushi këtë pjesë, sepse besoj ndërshëta e ka edhe ma të ndjishme. Po të gjithë, po thamë, dëgjoj, emocionet, unë besoj që ma të ndjeshme kanë fëmit tonë, se sa ne, apo këtanë, të gjithë, kur preket simboli kombëtar, është punë ndjeshme. Tash, unë me pas vetë unë se kësha lëshu fare atë dronë në stadion, apo këtanë, personalisht, mendoj që droni e ka rreziku jetën e futbolistave tonë. A ka qenë veprim i mirë? As pak. A ka qenë veprim patriotik? As pak. A din... Çfarë veprimi ka qenë si pas te? Çfarë veprimi si pas te? Veprim foshnjur. A di veprim i fëmijëve. Vetëm njerëzit që s'kan formim të duhur, luajnë me simbole kombëtare. Mos e provoka tjetrin, apo kupton, nuk i nevojë sepse ju e dini tonë që aty është rreziku jeta e futbollistëve tonë. Jeta edhe e atyre që kanë qenë në stadion e shikuesve. U kon një incident gati i për afërt e di edhe në Bullgari ka qenë situata kogja e keqe me tifozë me këta, kështu që në stadion duhet me tregu njeriu kulturë. Gjenta, mendojnë edhe ti që ai veprim ka qenë gabim, se shqiptarët e morën në fakt si moment krenarie? Po, realisht, mos t'ishte droni, e gjithë rjedhja edhe e ndeshjes do t'ishte ndryshe. Rrezikshmëria ka qenë mos super e lartë, kjo veç se u cek edhe është ditë me çfarë emocionesh kanë hyrë në fush lojtarët po atë ditë, para 11 vitesh, do me thonë. Gjithë se shumica prej nesh normal që e kemi ndi vetën krenar, pavarësisht gjithë shkafi që po thotë edhe Milaimi që nuk ka qenë ndoshta gjestas pak i mirë, tu e rreziku edhe jetën e atyre që kanë qenë në fush, po gjithë se jemi ndi mirë, une nuk muj me rajtë me thonë që nuk jam ndje mirë kur ka valvitaj në stadium, edhe sigurisht që ka qenë ndoshta një prej emocioneve të mia më të mëdha që i kom përjetuar ndonjëherë. Mbi gjitha mënyra që kanë reagu futbollistat e kombëtarës për me mbrojt flamurin. Mbrojtje. Arlend, si pas te, ishte një gjest i mirë i ballistit që voni me flamurin, edhe pse lojtarët vazhdimisht janë kërcënu me gjësende të ndryshme që i kanë gjujt tifozët. Edhe pa ndodhur veprimi me flamurin. Jeta e futbollistëve është rrezikuar edhe pak këtë flamur. Pikërisht. Që ky flamur na ka kualifikuar për herë të parë në kampionatin evropian, sepse ne patën me na rre edhe pak të flamur në fush tifozat. Pikërisht. E fitoren UEFA ja dha Serbisë, sepse ne u tërhoqëm nga ndeshja, u dorëzuam sipas zyrtarëve të UEFA-s dhe pas
Pasi që Federata Shqiptare e qëj rastin në kas, ne fituam 3-0. U deshtë disa muaj të kalënin. Një vetë. Dhe pse do të me unë djetë provokum Sërbët nëse ne shfaqim flamurin Kuqezi? Pse nuk u shfaq flamuri Kuqezi dje në stërvitjen e kombëtarëve shqiptare në Leskovec? Gjithë flamurit ishin aty, vetëm flamuri Kuqezi mungoj. Sonte do ta ketë detyrim Serbia ta postoj. Jo që ata lypin, për dente që ka lypin, po edhe pëmdhimet, unë po mendoj, unë thash unë me ko, po unë si më ka unë në shqyqërë, po si ki shumë drejt. Serbia e ka për detyrim me vendos flamurin në stadium, por pse do të mund jetë provokuar nëse ka flamuj tjerë Kuqezi në pjesën e tifozëve. Pse u arrestu një 53 vjeçar në Merdar, para 2 ditësh, që kishte flamuj Kuqezi në çanta. Pse mu arrestu një person që hinë Serbi me flamurin Kuqezi? Sakt. Alin, sa jemi të çështja e flamujve, me 7 qershor mbajt ndeshja e parë në Shqipëri për kualifikim në botror 2026. Aty po aty flamur të Serbisë. Këtu nuk ka pas. Ndoshta sonte mundet me që thellët i detyrimisht del edhe flamuri i Shqipërisë, por sa ishin në trajnim nuk ka pas flamur të Shqipërisë në fakt. Çka mendon për këtë çështje? Shiko, futbolli është sport që bashkon njerëz. Bashkon kultura, bashkon fe, raca. E këtu futbolli faktikisht po na ndan, sepse ne si Kosovë nuk kemi qenë të lejuar të shkojmë në Serbi për ta përcjellur të ndeshje dhe nuk do të ketë flamuj tjerë të Shqipërisë fatkeqësisht përpos atij që do ta vendos Federata Serbe që ka detyrim nga UEFA për ta vendosur në ndeshje. E pse mos me pa flamuj Kuqezi sonte në stadium në pjesën e tifozëve? Pra, kjo është me zërë, kjo ndeshje e bërë. Vetëm që shorti që është hedhur para disa viteve fatkeqësisht për Armando Dukën e për disa tjerë e kemi pasur si ka qenë shprehja në fytyrën e tij kur ram në short me Serbinë sepse nuk ishin qef zyrtarët e. Por realisht lindjes së dia apo mendon edhe të njëjtë, që në këtë rast të ndeshjes kaluar ku lujt në Shqipëri, neve po jemi shumë më mikprecë, shumë më tolerant ndaj skuadrës këtyre që s'pëduas emrin mjau përmen. Ne dallojmë shumë si qenje njerëzore me do me thonë edhe... Edhe kur i she në këto pamje, ta nuk duken baklavat ka njerëz mungu fatkeqësisht. që me ju servu atyre do me thonë, edhe gjithçka me qenë në Sigurisht, rregull. po kur i she këto pamje që kanë bë këta në 2014, unë shtire ka me dalluaj njerëz A ke po filmin Leon Kungen, atë mbreti luajve, ato hijenat kure sulmujnë Luanin, tifozët e Serbisë ashtu janë. Për mos prezencën e flamurit, Retan Shako Hoxha ka thonë një deklarim që nuk është vendosur për shkak që të evidentoj një incident dashakeqësh. Çfarë incidenti ka mujt me kona e kur s'ka pas tifoz? Po mendon për stërvitjen e djeshme. Ndodhe dhe në për ndeshje tjera, që në stërvitje të mungoj flamuri, sepse flamurin e ka për detyrim kombëtarja mysafire që t'ja dorëzoj Federatës Serbe në këtë rast që është organizatore e ndeshjes. Nëse Federata Serbe nuk ja ka dorëzu, Federata Shqiptare, pardon, nuk ja ka dorëzu Federatës Serbe, atëherë ata mund të justifikohen edhe para UEFA që nuk e kanë vendosur, sepse nuk e kanë obligim. Por gjithmonë duhet ta respektosh mysafirin dhe në 99% të rasteve edhe në ditën e stërvitjes, një ditë para ndeshjes, vendoset flamuri krahas flamujve tjerë që janë në stërvitje. Adeja, ty çfarë emocionit ngjall 14 tetori 2014-s? Po më duket kom qenë kogja e re, fëmijë me një fjalë, kështu e kom shiku me familje. Po ke qenë e re? Jo, kom qenë po 2014 kogja më ti po më duket. Kështu me paramendu, po më duket që kom punu hala në klan, e kemi shiku me kolegët, po atë shumë kemi shiku në klan loja të futbollit me kolegë, kështu që kjo ka qenë kogja mëtje dhe po më kujtojtë, kemi shiku me familje dhe kogja kemi shajt, kështë dhe kemi thonë, i kemi shajt në këtë rast, armisht, s'pja përmeni me emrin, Mirta dhe Gjenta. Ato ishen prendë që të shposhonë si Milaime? Po të ishen, ma më shaj, kështë shaj vesh me neve. Me tjetë për dend jashtë më shaj. Kështë kam su kështë. Dhe kjo kulturëm kam betë kështë që me qenë kogja me pas kulturën kur folli me njerës tjere në shpejo ma jo adia, pak ma e qmendun me një fjallë me thona, po ma
ma e gjallë, kështu po, si do të qoftë në jam të e prit një dramë për kësaj lojës, nuk e di pse, diçka ko me ndodhë, diçka jo shumë janë zakonshme, po nështë ta prianës, armiqve, diçka kanë me bo një loj dramës. Në fakt, masat e sigurisë janë tjetër nivel. Genta, tifozët QQZ nuk lejohen t'jenë aty as me pasaportat Kosovës, as të Shqipërisë. Se e komenton ti këtë? Po, e ceke shumë mirë edhe Arlindi puna para 2 ditëve, ishte ai personi që është arrestuar realisht, edhe të njëjta gjë nuk ka ndodhur karshit tyre kur i kemi mirë prit në Shqipëri. Kjo është ajo, ndoshta pikpyetja e madhe, pse duhet gjithmonë ata me qenë në organizime të tilla shumë të fokusum, shumë rigoroz, qoftë me masa, qoftë për rrezikshmërinë që mund të ndodhë diçka, kurse tek ne janë leju flamojt, janë leju, nuk ka pas kontrollat të tilla, Lindi sikur se tash do të thotë që po bëhen Shako Hoxhën e kishin bajt dikun 1 orë, nëse nuk ka bëj, a 4. Pikërisht edhe për këtë është me diskutu që është në bajtja e Dritan Shako Hoxha. Dritan Shako Hoxha është majtë, më thonë 4 orë, po thot Milaimi, saktësisht nga masat e tjetë. A i ka përmend edhe ty Arlen që në atë listë të çuditshme sipas tij ka qenë emri yt, i marrin Memes edhe disa gazetarë tjerë, edhe që nuk e din Linde më sun se kisha shumë të kallëzoj. Me rrezikshmëri të lartë, po çelësot edhe Arlindi. A një vëmër çka ju thotë ti po arrest ndaj meje nëse bëj Shqiponjën kundër serbëve. Se lëshojnë o vlo, se ata me qëta ushqejen, ata janë rritë me urrejtje, unë të thash, janë vampira, njerëz që nuk kanë përjetu për gdhelje, dashuri, janë ndikum këqërët e Greqinë, për shemull, që ashtë ndikume nga kisha ortodokse, shikoj e Bullgarin, ka protestu pse aeroportin po e qune në Shkup Aleksandri Madh, shikoj Macedon, thëjnon Tereza është Macedone. A buptan, këta janë krejt zotin arë. Ta kanë probleme edhe me njëri tjetrin. Këta u rrehën, sakatun në ndeshën e kaluar me Anglin. Në tribuna, në prani të fëmijëve, u bënën lëmë me njëri tjetrin. Këta edhe sonte friksohen që mund të ndodhë ndonjë incident mes tyre. Sepse këtu, kjo ndeshjet e te i kalën sportin. Këtu është e përzirë edhe politika. Drejt për drejt. Se politika vendosi që ndeshjat mos të zhvillojnë në Beograd, por në Leskovc. Sepse në shumicën e komunave të mëdha në Serbi, presidenti Aleksandar Vučić e ka humbë për krahjen, kështu që çatje në Leskovc, sa më shumë që shkon ka jugu, përkraja mbetet më e madhe sepse është më afër Kosovës. Që përkraja serbëve ndaj Vučićit në Leskovc është më e madhe shumë më tepër se sa në Beograd. Dhe numri i shikuesve është shumë i vogël, nuk do t'jenë tifoz ultras. Maksimum deri në 5.000. Ata huliganët që jemi mësuar me i pa të Crvena Zvezdës apo të Partizanit, edhe pse nuk dihet, ata mund të jenë jashtë stadiumit, por brenda stadiumit nuk do të lejohen të hyjnë tifozët e Serbisë. Fakti që tifozët QQZ nuk lejohen sot të shkojnë në Serbi e ka prek në fakt, po ata nuk purin duar thot, me qenë se do të organizojnë sonte diçka atje në Tiranë. Në një lidhje direkte kemi antarin e tifozave QQZ Areglion Palit, në të cilit i urojmë mirëseardhje. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe Areglion. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes dhe përshëndetje. Faleminderit shumë që je bashkë me neve. Areglion, sa kemi diskutuar dje, në fakt na ke treguar që ju nuk do të jeni sonte në shtëpi, po do të organizoheni gjithë tifozët në shesht e Tiranës për të përcjellë këtë ngjarje. Çka pritet sonte nga tifozat QQZ? Vetëm duhet të shoj diçka parë, që tifozat QQZ jo që s'do jenë vetëm sot, por tifozat QQZ kanë paktën 4 ndeshje që nuk lejohen stadiumeve nga Federata Shqiptare, pra njësoj si ajo e Serbisë. Dhe nuk di ta bëj ku qëndron ndryshimi midis këtyre dyjave. Ndërkohë sa i përket ndeshjes sot, ne normalisht do mblidhemi bashkë në Tiranë, pranë stadiumit të Sheshi Italia, aty do vendosim një ekran të madh dhe do mundohemi që të mblidhemi sa më shumë, besoj se do jenë diku te 1.000-2.000 antar të tifozave QQZ, pastaj sigurisht besoj se do ketë edhe qytetarë. Do të thonë sportdashës që do na bashkojnë që nuk janë antarë tanë. Ki ndonjë informata, ka tifoz që kanë shkuar në Leskovc? Informata nuk kam. Nuk mund të them edhe nëse do kisha. Ndoshta mund ndodhi ndonjë gjë e bukur, shpresojmë, shohim. Çfarë do të ishte kjo? Do shohim deri në minutat.
Nuk e di, nuk kam informacion. Thjesht shpresoj. Unë kisha Nuk kam asnjë lloj informacioni. Kisha planifiku të nisem për Tiranë, po Arlini po thot vetëm për qytetar, për katonar s'lejohet. Kështu për katonar. Unë jam nga katoni vetë, kështu që jam të mirëpritur të gjithë ju mirëpresin. Faleminderit. Ariglon, çka presni sot nga lojtarët e kombëtares sonë? Po, shpresoj herë fillimisht që mos kenë presion, edhe mendoj që presioni më i madh normalisht do jetë mbi serbët. Për sa i përket ndeshjes fush, ndoshta vjen keq që nuk do jenë ato huliganët, sepse ndoshta mund të meshim në 3-0 tjetër, se e shoh pak të vështirë që të fitojmë me futboll, por edhe ekipi i Serbisë në aspektin futbollistik nuk më duket më shumë i fortë siç ka qenë para disa vitesh, dhe mendoj që është i mundshëm. Nuk është një ekip i pamundshëm nga ana jonë. Nuk e di, e kam thonë edhe më parë, shpresoj 1-0 me gol Gjimshitit ose të Dakut edhe të hiqi bluzën dhe dihet se çfarë tatuazhi do nxjerrë. E pret një situatë sikur të vitit 2014 Ariglon? Jo, nuk e besoj fare. Paktën edhe nga informacionet që kam qoftë edhe si gazetar, jo thjesht si antar i TGZ-s, pjesa huliganëve nuk do jetë fare në stadium. Nuk po them që mund të ketë në rast sporadik 1-2, që nuk e di që mund të kenë penetruar në stadium, por sa i përket shtetit do të tregojnë shumë kujdes, sepse nuk e duan një humbje tjetër 3-0, sepse një humbje tjetër automatikisht na kalon ne në vend dytë. Edhe nuk besoj. Duke parë parasysh edhe që këta zotërin tanë federatës si kanë bërë edhe vlezër, do mundohen që t'jeni qik edhe më të kujdesshëm ata, sepse s'ke as tifoz shqiptar asgjë. Ke vetëm futbollistët dhe vlezërit e tyre që ne i kemi krye federatës. Ariglon, keni pas mundësi të bisedoni me Ismail Murinën, e njohur me Nov këmballiste, a do t'jetë sonte në mesin e juaj në Tiranë? Jo, Ismailin ka disa ditë që po kërkojnë edhe disa gazetarë për të komunikuar me të kolegë mi Mish Smith, dhe nuk kanë arritur do të lidhën me të, dhe nuk e dim ku. A do jetë në mesin ton, apo nuk do jetë në mesin ton. Dërsa po përgati diçka se edhe në statusin e tij në Facebook, çdo ditë e ka shkruar do numra më pak, kështu që nuk kam informacion. Realisht nuk kam informacion. Falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt dhe suksese sonte. Shijojeni. Shpresojmë, amin. Ju më presim gjithë edhe fshatarët. Ariglon, një pyetje, ke ndonjë informacion, plistat a do t'jenë tek ju në Tiranë? Me organizimin jemi marrë, ne si stash, ne kemi bërë njoftimet tona, nuk kemi asnjë lloj reagimi nëse do jenë apo nuk do jenë bashkë me ne. Ne kemi 2 ditë që kemi bërë reagimi, domethënë zyrtar në rrjetet tona sociale të tifozave kuqezi. Ka pas shumë reagim, por një diçka zyrtare, pra një komunikim nga ne, a do jenë, as do jenë, nuk ka pasur. Në rregull. Faleminderit. Nëse keni ndonjë pyetje për Ariglonin? Përshëndetje. Po vim sonte. Po vim, po shkon krejt kështu. Shpresoj me fitore. Faleminderit, suksese. Unë nëse më lejohet një farë analizë psikologjike që e kam bën për vetë, cila është pengesa më e madhe e futbollistëve në aspektin psikologjik në stadion, po të kisha ndonjë fuqi magjike, unë s'kisha leju femnat shqiptare me hynë në stadion, sepse janë qaq të bukra dhe tani futbollistat tonë më krejt po trullohen. Që e përmende incidentin e djeshëm që është ndalë në kufi Shako, mund të pyesim se çfarë ka ndodhur. Patjetër, nëse mundesh me telefonu, pse jo? Ai është në Beograd, nuk e di nëse ka shku në Leskovca apo jo, po tentojmë. Përshëndetje Shako. Mirëmëngjes, o sa zgjohem më. Mirëmëngjes. Je live në Klan Kosova, vetëm zëri po dëgjohet. Mirëmëngjese. Mirëmëngjesi. Si po ndiheni? Jo, më mirë shumë, asnjë gjë, s'kam asnjë problem.
Jam shumë mirë. Po pse se keni marrë Arlindin me vete? Alindi s'do të me arkudion, se di, nuk... Kishte punë. Ka pas punë shteti sërbë mu. Eto, më budalliqet e shekullistë e gjithë që të themun. Janë ca njerës, ca gjëra ngelen anakronike, që të bëjmë. Që vështirë që të Po na dëgjon Arlind? Po dëgjon. Shako Hoxha, çfarë ndodhi gjatë ditës së djeshme përgjatë gjithë atyre 3 apo 4 orëve që qëndrove në aeroport? 4, mos e shpërno fantazi, një 4 orë. 3 apo 4, se Xhaxhi Milaim na tha 4, na tham 3. 2 orë e gjysmë, po. Okej. Po, shak. 2 orë gjysmë. Jo, nuk ishte absolutisht asë gjë, nuk është tani që mos bëjmë se s'nodhin asë që thjesht na izolon me i venat dhe me një dhomë të shpifur dhe të shëmtuar. Edhe kaq. Na morën pasaportën, na kontrollon në rrobat. Se kështë kuptu njërë me kontrollu robat aq thellësisht çantë, valigje, na i bën rëmuj. Po hajtë, ata zbatonin urdhrat kodion, se di se çfarë kërkonin, se di se çfarë do gjenin. Cilat ishin pyetjet që tu bën? Fantasitë veta mendonin se mund gjenin gjëra të çuditshme. Të mendosh që kur e kujtoj se vite me qesh më kujtoj ajo dita nata e ndeshjes atëre, kur mbaroi ndeshja mas 2 orësh, dolën futbollistët nga stadiumi dhe kontrollonin një nga siç kontrollonin çantët atyre, se mos gjenin pultin e komandës dronit. Imagjino se sa i mangu duhet t'jesh nga tru dhe kokës që të mendosh që pultin e komandën e dronit e kishin futbollistët që ishin duke luajtur fush. Se ku e kishin fut nuk e ke çarapet, se di ku e kishin fut, se di. Imagjino të budalli që kota më. Është shumë çudi Shako Hoxha, po më dëgjon Milaim Zeka. Zoti Milaim, gëzohem. Duke fol ti për kontrolin, po mendoja vitin 1981, se o ti e 100 vjetë në gazetari si kurone, 2 gazetare, Ann-Marie Boström dhe Ingmarie Fruman, të televizionit suedez, fluturojnë nga Tirana në Beograd dhe indalojnë me orë të tëra, imagjino për librat e Ismail Kadares, u kanë bu lajmë botrora. Imagjino që thu ti qëfar logjike të poshtër kana. O burr, 81, jemi 2025. Bravo, një mentalitet i pa ndryshum. S'ka ndryshu fare mentaliteti. Përveç kontrolës, po të ndonjë pyetje që tu bë? Ku po ikni, pse keni ardhur? Çfarë ju duhet? Pse jeni? Pse ekzistoni? Ata ishin ca çumë vjetë, ca djemë të vjetë që mund të ishin maksimum nga 20 vjeç, nga 22 vjeç. Për fatin e keq tyre, si vetëm marrin kështu urdhra është budalli. Unë e pash ishte i letër aty, po Milaimi do ta di më mirë se unë jo me shkronja cirilike, po ishte shkruajt emrin i pari, po në një mënyrë kështu me shkronja latine, po në mënyrën si serbisht, e kupton? Si vetëm në fund fare lexoja dhe mbiemrin një emër tjetër në fund, për shembull që ishte një copë letër aty e vendosur. Edhe ishte emri i Arlindit, por nuk e lexoja dot se ishte një mënyrë të çuditshme e shkruar, lexoja vetëm mbiemrin Sadiku, ai ishte me kollajt. Emrin të pashë emrin tim i kishte shkruar të Alban Xhiani, të Marin Memës, të një mbiemër Nure që nuk e di se kush është. Nga Kosova ishte dikush tjetër? Nura është Gjuli. Gjuli, ja, okay. Po, se kjo ka thonë me shku. Gjuli Ka Nura deklaru publikisht. Në flamurët e OÇK-s. Inshallah e burdusi. Njerëzit mund të thonë çfarë dush, njerëzit nuk e kuptoj sepse do të shohin kështu filma. Duhet vetë tamam kështu si këto filmat që vjen tani koha Milaim edhe fillojnë të tallen njerëzit me ato që kanë pas ndodhur më përpara, e kupton? Po. Ti thua që ata dynjaja bota tallet me ato që kanë qenë bërë më përpara. Ta tani bëjnë prapë në kurrën e seriozitetit. Kjo ishte gjithë ideja. Shako Hoxha e quajte si listë e çuditshme, po pse vendosi ta quani kështu? Qa lidhje ka? Marin Mema është Tirana, s'ka men me ardhë për ndeshje. Alban Tirani punon profesionist në televizionin Klan, ishte stadium. Për qa të me shkujtemi? Qa rreziku mund sjellë që gjithë policia, qeveria e Serbisë shkruan në për gjithë kufit e Serbisë 5 emra futja kot tani. Për çfarë kërcënimi sjellin tani? Asgjë. Mendoni të dënoni këtë akt në ndonjë organizat përkatëse? Po jo, më burr, jo. As merresh me këtë anakronik si këta. Po jo, më burr, jo. Ti lëm në anakronizmin e vet, bëjnë çfarë duan. A din çka kishin bërë këta dje?
Skuadra e Juventusit ja uroi Edon Zhegrovës ndeshjen e djeshme në gjuhën shqipe dhe gazetarët serb e morën atë postim të Juventusit dhe quanin skandal sepse te Juventusi luan edhe një sulmues serb. Është Vlahović dhe bën të madhe pse në gjuhën shqipe a e sheh Vlahovići se si shkruan Juventusi shqip. Që s'ka shkru kur sërpesh ndonjëherë, fatmirësisht. Dhe shkruajnë dhe urojnë dhe ati sot, se mas e ka arë një PR i ri atje dhe Juventusi dhe e mendon kështu, edhe shumë mirë. Pa sot dhe urojnë dhe Vlahovićin. Qatë problemi ka? Problemi i madh të këtyre gjërave është që atje shpjegosh tani një qeshçur i ri, sidomos edhe ati policit që më kontrollon dhe mundje, me thonë, çfarë janë të gjëra. Bilaimi thotë që kam pas bërë test të njëshin, po është e vërtetë, por nuk diskutohet fare. Po edhe në Shqipëri gjëmojnë ndiqeshin dynjaja në për rrugë, se qa bën, qa iku këtu takoja të bëri këtë dynja ishin plazh, bëshin qef në vetë. Edhe policit i përgjonin. Po kjo s'do thotë që do t'i bëjmë dhe sot, por kjo është e keqe. Jo, Shakoxha e thash, më vjen gjyna për mentalitetin serb që s'ka ndryshu fare, është si të dhe ne, si sot që jemi do më thonë botën e internetit. Sigurisht, në ndoshta... Më falë, mira ima, të them dhe një gjë. Ore, bën që e bët, ato me bosin të po mos në ale me kalu më burë. Po ti edhe bën gjithë të gjërë dhe fut fare të le me kalu, po pse e bën, qa? Ore, kaq i kufizuar, i limituar psikikisht do t'jesh që të mendosh ti që unë mund të marrë qatë, do kem dron me pu, që do t'kem? Qa me ndonë? Ose kuptoj aji që e bën të gjënë, se... Imagjino të gjuan Shqipe i penganë. Do na kthejmë mbrapsht tani dhe hajt varja, s'ka të sim që të bëjmë. Alim, në asë më ketim të në pytje për Shakoxhën? Në lanë me kalu, kjo është ajo që të bën më shumë çudi. Shako, sonte do t'jesh shikues apo jo? Ndallim për 2014-ës. Sigur, unë kam vite që jam shikues, ti tentove me më. Tifoz. Unë shikues. Po shikues, jam tifoz, ore unë kam ardhur me grup shumë, ore unë për arsye pune, kam qenë 5-6 herë që atëherë në Beograd, që atëherë nga ajo koha e ndeshjes në 2014. Ka shjes, ka ndodha si gjë. Erdhi ndeshja, tani u bëra i rrezikshëm. Tani do shkojmë atje më po që është del larg nga Beogradi, kështu që do shkojmë atje në Leskovac çelë. Po t'ja tani ka Prishtina se ma ofreti. Faleminderit. Pa dyshime që mund të lejohet në stadium. Inshallah si pengoj, inshallah shikoni ndeshjen. Atë shpresojmë se mos keni problem. Por se jetojmë dhe pa stadium që do bëjmë tani. Shakoxha, të falenderojmë shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt, suksese sonte. Ju falenderoj unë dhe suksese të gjithëve. Faleminderit shumë. Shakoxha, suksese. Urojmë në një fitore bindse, edhe shpresoj që është në stadion. Kërkojmë falje që nuk ishte me figurë, po e mora Ishte kënaqësi ta kemi edhe në këtë formë. Jemi drejt fundit për këtë diskutim, Genda, çka presim sonte nga lojtarët e kombëtarës son? Realisht këta vinë nga një humbje e thellë nga Anglia, ku po shpresojmë mos të ndodhë e njëjta gjë qysh ishte me Kosovën, që një herë e humbën atë ndeshje e pastaj u rikthyem me fitore. Kështu që uroj shumë të mos jetë e njëjta gjë edhe sonte. Për ndryshe mendoj të i marrë parasysh që gjitha këto elementet që janë veç se në këtë ndeshje, qysh prej organizimit, masave të repta e gjithçka, mendoj që do t'jetë një ndeshje ndoshta e baraspeshuar e pak ma shumë në favor fatkeqësisht të atyre. Fatkeqësisht. Arlind, çka pret nga lojtarët sonte ti? A ka gjasa për një fitore? Se jemi të uritur për këtë fitore? Nuk ka ndodhur ndonjëherë në histori të futbollit të kualifikimeve për kampionatin botror që 2 ndeshje të zhvillohen në të njëjtin territor. Leskovci ka qenë territor shqiptar më parë. Edhe sonte po luajmë në një territor shqiptar. Ndeshjen e parë zhvilluam në Tiranë. Shpresoj që 99-ën e kemi bombarduar me raketa, sonte ti bombardojmë me gola. Inshallah. Urojmë atë. Inshallah. Milani po kesë. Po e këshirë sonte lojën? Në cilën parti? Unë kam organizu sonte me ambasadorin shqiptar të Shqipërisë. Do e shikojmë në një
restoran sonte, kemi pronotu, juftoj edhe juve. Publikisht, do me thonë, mu ma bëri ftesën, Genta tha, po, A thasha? Eda do jetë në Tiranë me ata qytetarë, se aja është qytetare në katonar. Na fshatarët për rrimë në Por Kosovë. unë edhe unë jam optimist, edhe pse mendoj që ka mundësi që do fitojmë sonte. Për arsye se ekipa kombëtare jona është komplet e lirume prej çfarë do emocioni. Do më thonë, na kena shku një farforme që nuk luajnë me emocione sonte, dhe kur janë zhveshur prej emocioneve, mundemi me pos befasi sonte, pozitive, edhe dhosh zoti fiton. Ndonjë incident mendon që do të jetë nga tifozët? Nuk besoj, Serbia në farforme është në radarin e Bashkimit Evropian të shumë vendeve, Vučići është tregu, Vučići besoni që është shumë ma i zi se Miloševići. Besoni që Miloševići ka qenë lule dritë në krahasim me presidentin aktual sot, për arsye se Miloševići u kon tarak budall. Do me thonë, fol Miloševićit si i qmendur, bota e ka bombardu Serbinë në 99 që ta lindi, edhe gjithmonë kam thonë që faktori numër 2 mas UÇK-s edhe NATO-s, faktori numër 2 për shkatrimin e Jugoslavisë edhe pavarësinë e Kosovës është Miloševići. Në historinë e Serbisë, kërkush lujt nënën Serbisë në përmosat e Miloševićit si ka, po ky presidenti aktual ka qenë zadhansi Miloševićit, ka qenë shefi propagandës të Miloševićit, dhe e keni po që shash sikur ato nuset kur martohen. A i ke po këto nusët e poshtra kur martohen, ja 3 net vjerës me tabak, nona po do kafe, ditën e 4 ja gjynë kafe në ftyres. Dhe më thonë, ky prandaj është hipokrit, i maskum, në një situatë shumë të ranë për para popullit vetë, edhe i përgëzoj gjitha ta demonstru serbë që po të regoj një vedijet jashtë zakonshme, dhe shpresoj, nuk besoj që ka me pos incidente, amo që dijet. Adeja je optimiste për sonde? Adeja ka me shku në Leskovc, më tharë, ora këmë. Kjo është një informacion i fshehur se tash Ti ma zhullit që ato se zhullin kanë me kop gjithësysh, po menoj kanë me kop, kanë me arrestu, a vutan edhe... Kome qenë undercover, kome vnu një kapelje, më të me po që Kosovare për drënë rasesh. Po fitojmë sonte, do ne kom kështu një mendim pozitiv, ta shohem, po shpresoj që kemi me lujt pak ma mirë se Kosova dje me Sloveninë. E urojmë gjithë këtë. Faleminderit shumë që ishe bashkë me neve. Kënaqësi mi po që gjithëve në studio. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi shumë e madhe të diskutojmë ndeshjen që sot do të luhet nga ora 20:45. Shpresoj që vina me një fitore. Mos harrojmë vjen ekskluzivisht sonte në Klan Kosova. Apo shojmë na bashkë me këshyrim lojën. Ftesën e mora. Pjeti keni pa lek, veç me euro i pagune. Sa kështu u gëzu. Shkojmë pak marketing dhe kthehemi pas pak në studio.